Përshëndetje. Mirë se erdhët në episodin e radhës që njëkohësisht është edhe i fundit me maturantët e këtij viti. Këtu me mua janë Anisa dhe Fatbardha, të cilat kanë qenë promotorët kryesore të podcastit dhe jo vetëm podcastit, por gjitha aktiviteteve të cilat janë zhvilluar në shkollë. Me Anisën kryetare dhe Fatbardhën kryetare të klubit medial. Por natyrisht që si Anisa, po ashtu edhe Fatbardha kanë pasur një kontribut të jashtëzakonshëm në të gjitha aktivitetet të cilat janë mbajtur brenda dhe jashtë shkollës, por gjithsesi lidhur me shkollën. Anisa, mirë se erdhët në podcastin e fundit për juve, edhe Fatbardha. Mirë se erdhët në podcastin e fundit. Faleminderit. Qysh shkoi ky përfundimi i vitit në përgjithësi? Shkoj as shpejt, sa që ndoshta ka qenë edhe pa paramendueshme që ka me kalu kaq shpejt, më thonë këta 10 muajt e fundit, prej kur jemi kyç masivisht në aktivitetet e shkollës, qofshin ato brenda ose jashtë saj. Është një emocion shumë i përzim. Shkaku që pedina që si shkollar mesme ma nuk ka me pas kërkon, po edhe na bujnë me punë krenare si me vetveten, si me shkollën, se kemi qenë një pjesë prej gjimnazeve më të mira, që e them me plot gojë, edhe që na kanë ndihmu shumë u zhvillu si personalisht, po ashtu edhe profesionalisht për të ardhmen. Fatbardh, po ty, për mbyllje? Këto tash, cilat janë këto, me thonë, emocionet e këtyre ditëve? Definitivisht këta, mes me thonë 10 muajt e fundit, po këta 2-3 muajt e fundit kanë qenë shumë kaotik, me thonë. Emocionet përzime, stres i madh, knatësi shumë. Je ku ty përjetu senet me shoqni edhe gjithmonë një pjesë e ke pas menimin, hey, duhet me shiu sa ma shumë që t'mësh se po kryet. Që shkon që ka angazhimin në qëto, po nduket të në klasën e 12 ka ra më shumë u marrë me aktivitete ekstrakurikulare, cila është përvoja jote në aktivitete, a që sugjeru edhe tjetë në zonë sa më marrë pjesë në qëto. Dhe cilat janë, se për të bëj plot do pyetje që më thonë më pasaj hapësirë me u përgjigj, cilat janë që ato aktivitetet ndoshta që ti ki pas ma për zemër? Fillimisht, në klubin medial jam kyç në klasën e 11 ka funde, edhe tani pastaj në klasën e 12 u bona kryetare e klubit. Edhe më ka ra me kalu në përdurt mia me thonë shumica aktiviteteve që jem bona për shkollë, edhe jo detyrimisht ketë i kum kry one, ose ketë i kum udhëheq one. Mirë po, me pas një farë lloj përgjegjësie me i kontrollu që ato aktivitete, me ne që u konë një në pjesën më të mira se udhëheqse e klubit me thonë. Njana prej aktiviteteve që ndoshta më ka pëlqy mas shumë të kun në kuadër të klubit medial, kemi pas mundësi me shku në udhëtim në Kosovë me një organizat Human Rights Activity ishtë nxënësin e shkollës tonë në Olën. Po. Qaj u kun është njëna prej aktiviteteve më të mira. Keni pas si bashkëbisedim pastaj në do? Po, bashkëbisedim na ka ra me dalë dhe me fol me njerëz të komunitetit në për qytete ndryshme të Kosovës, me ju tregu që është dita e drejtave të njerijut, me kuptu që shojnë ata ditën e drejtave të njerijut, që mendojnë, kështu me radhë. Okay. Anis, për ty cila ka në eksperiencë e për sekretare këshillit në zonësave në flasën për klasën e 12 më shumë? Kryesisht, jo vetëm një pjesë, po gjitha aktivitetet, kryesisht kanë kalu në përdujt e mia dhe të kryesisë shkollës, edhe ka qenë shumë interesante se kam pas privilegjin me thonë që me i përjetu se cilin prej tyre. Tu e nisi që e përmendi Fatbardha me dhe djetor për ditën ndërkombëtare drejtave të njerijut, që kemi qenë në Gjakovë, në Prizren, kemi bo aktivitete ndryshme, kena përfacu shkollën që është mas miri, pastaj në Tetor mos gabosha, kemi qenë festivalin e këngës, diçka interesante që na kanë jep përvoja shumë të mira, edhe me pas se qysh na mundemi me ato, me shëndru edhe me aspiru nxënësit e shkollës tonë, lidhe me që ato. Ndër të tjera që kam ka pëlqy mas shumë të peket aktiviteteve është që kemi qenë shumë të organizum, si për shembull kur e kemi pas një lojë
Shqipëria, ku kalu futboll, e kemi organizu në shkollë, kemi ardhur nxënësat, kemi suportu shumë, pastaj kemi dalë, kemi festu, aktivitete tjera jashtëshkollore që kanë qenë mirë të organizume. Na kanë bo me kuptu që për një me jemi gjenerat, që momentet tu i jetu, na ka bo që me di që nuk kena mi përjetu ma. Do me thonë hera e fundit, që nështë kënë djenjë, kena me e pas. Edhe që u konë mas interesant ju konë që kena pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me profesorat, e sidomos me ty, si ventari i klubit medial, që ndoshta fal teje dhe angazhimi tonë si nxënës, kena mujt që si web faqen e shkollës, si podcastin e shkollës, mi jep si mjet informimi dhe promovimi të shkollës sonë për gjeneratat e reja që kanë me ardhë. Edhe kjo besoj ka me lu shumë gjumë në tarmen, edhe në tarmen pas sa viteve, veç më avancu ma shumë si podcasti, si web faqja e shkollës, e ndoshta me qenë pastaj në safer. Po. Mas një kohë gjatë që besoj ka me na pru shumë emocione, ndoshta më të forta se tash. Se tash pedina që jena në përfundim, i kemi ato kujtimet shumë të freskëta, po letë të ceke që edhe ekskursionin në Shqipëni u konë njëna prej aktiviteteve ma të mbaja dhe ma të mira që na ka bu me kuptu që për një me lidhja me shoqëri, me profesora, me shtu si në shkollë me mesme nuk kena me përjetu kurrë. Edhe për më në ekskursioni shumë eksperiencë mirë. Suko. Jo, pak shaka, për shkak se ne mësimdhënësit e përjetojmë pak më ndryshe, kemi më shumë obligim se sa më kështu knatësi për brenda asaj, mirë po në përgjithësi pajtohem që ka qenë një vit kështu i mbushur me aktivitete, po m'duket nuk është ka kalu një javë pa një aktivitet, sidomos edhe prej që e kemi bërë këtë podcastin, po edhe para podcastit kemi pasur takimet shumëta, që për mu pjesa më e mirë u konë që aja takimet kur i kemi pasur, në të cilat kemi diskutu për çështje të ndryshme e në fund edhe për ide prej cilave boronin prej aty të takimeve. Edhe sinqerisht është jashtëzakonisht mirë fakti që kemi pas që ka shumë nxënësa të gatshëm për me kontribu krejt mbi bazë vullnetare, domethënë përpos edhe juve që keni qenë kështu promotore të thënë po e flas për këto aktivitetet, mirë po edhe për nxënësit e tjerë, ju keni kontribu edhe në aktivitetet ku natyrisht unë s'kam qenë, po kanë qenë profesorë të tjerë dhe mentor të tjerë. Kur jemi te aktivitetet në përgjithësi, cili mendoni që fatbardhë që ka me qenë rrjedha e viteve tjera, sa ke pa të klasë të vjera dhe kim vjera potencial për me u zhvillu që kjo aktivitet? Shak se kemi pas edhe nxënësa të klasës 10, tash i kemi inkuadruar vitin 10-s që Ndër vite, dhe me thonë e kom kuptu që klasë 12 këshyrin përveç që mi inkuadru vetën e për aktivitete, me u munu mja u shpjegu edhe mi lun hapësirë klasëve të 11 që vitin tjetër ata me marrë qatë udhëhecin e qaty në aktiviteteve me thonë. Edhe na, kër e kena formu qëtë podcastin, jena munu mi inkuadru klasën e 11 që vitin tjetër me thonë janë maturant. Edhe juve që kom pa shumë ide të mira prej tyne, po edhe shumë përkushtim, edhe jam 100% e sigurt që ekziston mundësia me na i kalu neve. Me konë shumë atë mirë se na, edhe e di që podcasti veç ka me shku t'u zhvillu, që kjo ka me konë qaje që ka me promovu mas mirë të gjënanës e me knashve. po, natyrisht edhe kjo ka me shërby pak si një farë qysh edhe ka shërbys një farë hapësire ku thjesht diskutojnë tema të ndryshme në të cilat nuk kemi disa cenzura tazëm të kohës ose një farë programit caktum të cilin ti duhet me diskutu, ato po dalin kështu prej diskutimeve të përditshme. Edhe kjo është një jashtëzakonisht e mirë, unë shpresoj që edhe me u rrit numri personave që angazhohen në podcast edhe prej silvansve pse jo edhe prej nxënësve të tjerë të cilët vinë dhe që përmendet edhe unë besoj që kanë çka me tregu. Anisa, po më intereson pak që puna si
me kon kryetare e këshillit nxënësave sa me frashër. A është e vështirë? Është e vështirë nëse nuk krijon bashkëpunim me nxënës. Për A ke shembull, pas bashkëpunim me krejt? unë jam mundu me pas maksimum, domethënë ju A ka pas persona që për shembull nuk është që janë kanë miqësor me ty në rrugë? ku ka pasur raste se ne jemi të krijuar si natyra të ndryshme. Secili dallojnë nga njëri tjetri, se me qenë të gjithë të njëjtë, domethënë nuk është që kishë mujt me bu diçka. Po ideja është që me marrë virtyte të mira prej njëri tjetrit. Edhe unë jam mundu këta me bu që edhe kur nuk e kom pa veten si kryetare, edhe që okej, veç ideja jam ka me funksionu, edhe veç ka thëm une, ka mu vepru. Jo mundu që edhe nëse një nxënës është në klasën e 10, po e ka jep një ide, më thonë e ka qenë tavolinë diskutimit, pse mos më jep mundësinë që ajo ide më shku përpara. Për shembull, Tedin që emri i podcastit, logot e këtu, krejt na i kemi bo bashkarisht me një grup që u kun ndoshta i larmishëm, ka pas klas 10, 11, 12. Edhe non-stop nuk i kemi anashkalu klasë e 10 ose 11 vetë se janë ma të vegjël. Edhe kjo më ka bu me funksionu mua dhe ma mirë se ku më kriju një bashkëpunim shumë të fortë, e sidomos me nxënësit që kanë qenë pjesë e klubit medial. Se unë e quj që ata nxënës që janë pjesë e klubit medial e kanë një privilegj shumë të madh. Pasi që klubi medial është dritarja e shkollës. Më thonë çka do që bëhet, mënyra se qysh po mohohet shkolla, bëhet kryesisht prej klubit medial, se klubi medial është një prej klubeve më të angazhuar në shkollën tonë. I cili është funksionalizuar rreth vitit 2023, edhe prapë ka atë ritmin e njëjtë funksionimit. Edhe e kom këshillu nxënësa që synojnë me u bo pjesë e klubit mediale, me konkuru për me u bo përfaqësues të gjimnazit tonë, që me pas një bashkëpunim shumë madh me gjithë nxënësit, e sidomos me këta nxënësit që janë pjesë e klubit medial, me bjen tash për 2 vite. Pasi që këta kanë një eksperiencë shumë të mirë. Edhe mu si kryetare më ka ndihmu shumë bashkëpunimi që kom pas përveç me nxënës, ashtu edhe me profesor. Shkaku që ata kanë qenë mi kuptu se në aspekt në gjithë shkaje, dhe me thonë gjithë shka ka qenë mire monitorushme, nëse ke pas një problem të caktuar si në aspektin teknik ose diçka që nuk kena mujt me zgjedh na vetë si nxënës, kemi kërku ndihmën tënde, ose s'kemi mujt me orientu, me zgjedh diçka një emër ose një diçka, duhet ditë profesionin edhe që gjema i madhe, ke kalu ma shumë kohë, na ke orientu ma mirë, edhe kjo më ka bu me kuptu që edhe si këshill për kryetarët tashme, edhe nëse jenë shkollave tjera ose diçka, është me qenë shumë bashkëpunues. Shkak që është porta kryesore që me pas një sukses. Te klubi medial, po, është e vërtet që patjetër duhet me i falenderu dhe profesorët që janë konë tërkohën mirë kuptues, për shkak se na ka rënë që t'ju nxjerrin prej orëve nga njerë, që ka rënë që t'ju pyesin në një datë tjetër prej asaj për shkak të angazhimeve që i keni pas jashtorëve e kështu me radhë, kështu që për këtë gjë duhet edhe unë si mentor i klubit po dhe se edhe ju jeni falenderues, po ashtu duhet me falenderu edhe menaxhmentin e shkollës që na ka ndihmu kur po flasim për klubin medial, na ka ndihmu jashtëzakonisht shumë prej hapësirës e pajisjeve dhe gjithçka tjetër. Kështu që kjo është një falenderim që duhet me bo pa rezervë, për shkak se nëse nuk kishin qenë me kuptu se kishin pas, nuk është që se kishin bë, po kishin na u kishin vështirësu puna shumë më shumë. Për këtë gjë, besoj që ju jeni kanë, që me thonë, fal interlokutor tepër të mirë në këtë aspekt. Ka bardh kujt mjalon klubin medial kur ta shëtutje. Po interesant, Kemi- na ta jeni kon. Po, jo, na jemi kështu të hapur për bashkëpunim, jo, mendoj që përkundër kësaj ne kemi me vazhdu bashkëpunimin. Gjithsesi, për shkak se unë e shoh edhe institucionet publike, unë i shoh më gjerë se sa të njerëzve që janë aty ose që kanë qenë aty e janë. Ju e dini që ne jemi të hapur si shkollë për me bashkëpunuar me njerëz që s'kanë qenë kurrë në sa me frashën, po që dojnë me kontribuar deri me juve, po flasim në kuptim informal kështu. Ka potencial për klubit medial për me vazhdu që çka është kriju deri tash. Në kuptimin se ta kemi parasysh, dikush që vendoset në krye të klubit medial ka zënë, nuk është
që vendoset veç formalisht aty. E kemi parasysh. Domethënë ti e din edhe me çka ballafaqohesh me krejt çdo organizimit edhe sidomos kur neve nganjëherë na duhet me vepru pak më shpejt dhe në mënyrë më fleksibile. Te antarët e klasëve 10, 11 që të rol, Po. ke persona që na e rekomandon publikisht apo se na kena po një përzierje ndoshta javët të ardhshme. A do me përmend edhe? Si rekomandime, pse jo, pse Okej. nëse jo, nuk është problem, po si rekomandim me qenë se Po. Juve që mendoj që ekziston mundësia me dalë një udhëhet si mirë i klubit medial, mendoj që i klubit medial mund të dalë në kryetare e këshillit në nxënësve të Sanifrashit. po, E juve Sanifrashit? po ajo zgjedhet me vota. Po. Atë s'po hyn, po te që pjesa që potenciale, une sam karo me punu me ta, unë e di që ka shumë nxënësa që gjinja ma shpëllur është pak ma minorancë. po, nuk ka shumë, ato besoj që ndërkohë tani ka më shfaqe dhe interesime pe i djemve me hynë klubin medial. Medina është njëna prej Po, kryesisht këtë idejtë ka shumë ide. shumë idejtë të mira, edhe ka qenë ajo që i ka prezantu disa episodet podcastit, ide shumë të mira që nashta nuk i ka prezantu ajo, po i kena prezantu na, po Ka idejtë thënë në i takime që e përmendëm po, marrët, po. shumë bashkëpunuse, oratëri të mahnetshme, edhe Soraya. Vërtet. Çto dyja që se veç që çdo është me përmend dikën, unë mendoj që çto dyja e Ti kërkum si rekomandim? Po, rekomandim tash Në bazë përvojave tua si me tu kryetare që karon me po. bashkëbisedime, bashkëpunimin e mirë, idejat shumë të mira i kanë dyjat, kështu që nëse veç i zgjedh dikush edhe prej mendimit tem, këto dyja mendoj që e meritojnë plotësisht me qenë udhëhecë të klubit medial. Kanë kontribuar zakonisht. Po. Jashtëzakonisht shumë. Anis, për Sanifrashit ku tash? Prej Sanifrashit në fakultetin teknik, inxhinieri mekanike mekatronik, po synaj. Shkaku që prej e vogël, dyqysh më ka dash pak kreativitetin, po që lidh diçka me teknologji e mekatronik nga është aja që po mi bën bashkë dyjat. E besoj që krejt këto më u bot Sanifrashi më ka plotësu shumë si karakter. Edhe di që jam e gatshme për ballu gjithçka. Qoftë edhe nëse rrugës e kam ndaj sfidë, e di që kam u kalu shumë lehtë, shkaku që e kam bazën shumë fort për Sanifrashit. Edhe çka shpresoj edhe synoj është që Sanifrashin me përfaqësu ashtu siç e kam përfaqësu këta 10 muajt e fundit si kryetare, me vazhdu me përfaqësu edhe si një ish nxënëse e Samis. Kudo, jo vetëm në fakultet, po në gjithë aktivitet tjetër që kam me marrë pjesë. Pasi që e dim që gjimnazi jon e bën një emër shumë të madh, shoku që nxënësat tonë, tash ishin nxënësit, janë student, janë mjek, janë arkitektë e gjithçka shumë të suksesshëm. Edhe kjo më ka bu me kuptu se edhe unë mund me kon njëra prej atyne të ndarmen, edhe të e pas një bazë ose një kalume shumë të fort për Sanifrashit. Vlen ceja se unë si kryetare ku marrë shumë virtytet mira edhe prej paraardhësve të kryesisë shkollës, si prej Andës, Dritit, Flonit e këto që nuk më ka ra me i taku, po kam kriju një shoqëri me to, edhe pse s'kan qenë pjesë e Sanifrashit pasi që kanë bu emën. Edhe e kum vrejt që okej, Sanifrashin jam të e përfaqësu ata shumë mirë, edhe pse ju edhe në të ardhmen, edhe se ne ishin nxënëse e Sanifrashit me vazhdu këtë përfaqësimin e denj. Edhe besoj që edhe në fakultet, nuk kam me i lënë mbrapa këto aktivitetet, edhe pse jo me përfaqësu shumë ma mirë në një fakultet. Tash i bjen që pesillim ma pat vogina të klubi medial, po me qenë pjesë e klubit medial, për një me hap dyrt me kuptu qa po du me bu me jetën tam mas gjimnazit. Unë du me vazhdu do me thonë me komunike masë gazetari.
ka ra dhe me thonë që pjesë e klubit medial, jo veç me marrë me aktivitetet në shkollë, po edhe me moderu disa prej episodeve të podcastit, me qenë pjesën teknike pas kamerës, edhe kum kuptu që për një me është qaje që po du me vazhdu edhe më pëlqen shumë, edhe po shpresoj që një gazetare në të ardhmen. Presim tani me na në cilësi, Po. në cilësi tjera. Qa po du edhe diçka me shtu prof, më falë, po na prapa kamerave gjithmonë kemi pas një bazë mirë teknike, që vlen të përmendën Yllin, i cili është edhe Fond të momentalisht falenderoj. Eltoni edhe Gezi. Çka po du me thonë me këta është që këta na kanë ndihmu shumë për pjesën e promovimit shkollës. Për shembull dizajnet e këtu në faqet shkollës e krejt, edhe sille ka njësisht që shtafat borda apet dalim për klubit medial. Edhe krejt çka po du me thonë me këta është që klubi medial mundet me ta jep atë mundësinë që edhe neve na ka jep që me bu praktik, me bu diçka njëkohësisht, me mësu edhe me zhvillu veten shumë ma shumë profesionalisht. Fatbardh, pjera si ka fundi, kështu që i na ka fundi edhe në kuptimin e vitit shkollor, edhe së shpejti nxënësat që janë klasën e 9 kanë më orientu në për shkollat mesme, pse duhet e zgjedh sa më frashtë. Përveç që shë përmeni Anisa jep një bazë të madhe profesionale edhe me dalë pi profesorat janë të manetshëm. Janë profesora shumë të mirë. Mundohen e bu ma të mirën që me ta shtin kokë që ato që duhet me mësu. Mundohen mi thjeshtu senet, po me kalu këtë punën e mësimit, është nashta vendi edhe shkolla ma perfekte për me kriju kujtime të mira. Se une kur jam hi në klasë 10, u ku një farë frike, a kena me mujt me u ambientu një klasë, po thëm, e le ma shkollë ku nuk është që një dikon qatë shumë. Me pa tash Me kriju aktivitete me 6-700 nxënësa na shtat kala me pas aktivitete gjatë vitit. edhe me pa tash në fund çfarë shoqërie të forta kum kriju, jo vetëm me shokët e shoqat e klasës, po edhe me paralelës, me kolektivin e arsimtarëve, profesorëve në fakt. Mendoj që nuk i bi pishman kur që e kom zgjedh sa me trashmen. Edhe di që nëse e zgjedh dikush si bjen pishman. Ndaj të njëjtin mendim. Anis për fund a ki me thonë që. Për fund, po du me jep fillimisht një falenderim shumë të madh për ty si profesor, që ke qenë ndoshta shtysa, çka është diçka interesante që profa u kushtrim mu nuk më ka jep asnjëherë mësim pe klasës 10. Edhe ndoshta kjo jo veç nxënësit, po edhe krejt ata që po na shikojnë, e bën me kuptu që edhe nëse 45 minuta nuk kemi qenë në një orë mësimore, e kena pas një raport shumë mirë me ty. E rrim me pjesën tjetër të profesorëve, se na kemi fatin që vetëm 12 profesorë më na jemi mësim, se kemi 12 janë. Po është ideja që shkolla jonë kur bëhet për një numër të madh profesorëve, edhe çka është mas interesanti me të gjithë, kemi kontakt, kemi llafe, kemi diçka që na bën me uni ma mirë edhe me i trajtu ndoshta edhe si shok. Ideja është që krejt nxënësit që janë konë pjesë e gjimnazit Sami Vrashëri kanë ardhur në këtë pikë, ku është një prej pikave ma emocionuese, që pe di që kam u përmbyll, ndoshta një kapitull, po kam u hap një tjetër, që ndoshta në atë kapitullin tjetër kanë me ndru shumë sene, kemi mu formu ma mirë si karakter, po apet shkolla e mesme ka me qenë një ditar i mbyllur, që nuk ka me pas ma historit më tejshme. Është ekstrem shumë emocionuese me di që vendin kanë me ta nxonë tjertë, edhe knetësi që i ke përjetu ti kam i përjetu tjertë, po çka jepi mesazh të maturantet, sidomos që me u knaq, edhe çdo moment me shiju shumë ma shumë, shkaku që për një me kam i mungu edhe kemi ra pishman pse se ke shiju ma shumë atë moment. Edhe me mësu pak ma shumë. Aja gjithçysh. Une du mi falenderu ti për shumë,
Juve që e bënëm këtë podcastin për mbyllës me juve, po edhe njerë du me falenderu për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që e kemi pas, po ashtu po du me falenderu edhe Yllin tepër shumë për krejt që ka bërë për klubin medial, ka bërë tepër shumë, po ashtu tash edhe Gertin edhe po edhe Eltonin. Po sidomos për një mend Yllin që ka qenë i jashtëzakonshëm në secilën pikë, e unë i dëshiroj tepër shumë suksese secilit maturant, po në veçanti Yllit, Eltonit, ju e dyave dhe krejt tjerëve. Tu shpresu që kur të takohemi herën tjetër në formatet e tjera, do t'jemi edhe më mirë, edhe më të suksesshëm, jo vetëm rrafshim personal, po në atë shoqërore kombëtare. Faleminderit shumë edhe një herë, pra me këtë po e mbyllim tash podcastin e fundit me juve, e podcastet e tjera i shikoni prej platformave të tjera. Faleminderit, mirupafshim.